Kërë shumë falje. E kemi pa në postim që bashkë me Valion Prebrezën, e keni bu një postim që keni marrë 4 kamion cilët do pastrojnë Fushë Kosovën. A na jep një pak ma shumë informata sa ju përket këtyne kamionëve, a do janë vetëm në Fushë Kosova, po edhe në fshatra? Po, falemderit shumë, falemderit që keni ardhur këtë mëngjes. Sfarjëm vjen mirë që i keni vrejtë pushimet pozitive që po ndodhen në komunën e Fushë Kosovës në gjitha aspektet. Sa i përket problemet me mbeturina, ashtu si që keni raportuar edhe ju në mujt e kalun, ka qenë në gjendje tepër e rënduar për arsye se kompania regionale për shkak të mekanizmit të vjetruar të kamionat nuk ka mujt me kry shërbimet ashtu si dohet. Prandaj ne si komunë e Këshilli për Sigurinë Bashkësi kemi vendosur që të shvallim një gjendje emergjente për 6 muaj. Edhe kemi kontraktuar një kompani prej 4 kamionave e cila do t'jetë përgjegjëse vetëm për qytetin e Fushë Kosovës. Vetëm në qytet. Për arsye se në qytet është koncentrimi shumë më i madh i numrit banorëve edhe gjithashtu është edhe koncentrimi më i madh i mbeturinave. Ndërsa për gjitha fshatrat e Fushë Kosovës prapë shërbimin do ta kryejnë kompania regionale pastrimi. Do thotë nuk jeni shkëput total? Ne nuk jemi shkëput nga kompania regionale pastrimi, ne vetëm ju kemi ndihmu kompanisë regionale për arsye të mekanizmit si që cekat vjetruar të tyne, mirë po në tardhmen do të varet pra se si po rrjedhin gjënat. Mirë po për momentin vetëm kamion janë si ndihmë në kompaninë regionale pastrimi, edhe ajo pjesën e vetë, këtë operator që kena kontraktu, pra së bashku do t'i mbulojnë shpenzimet. Mu më intereson me ditë edhe saj përket mbeturinave inerte. Në terren e ka kom shku, do të thotë, janë edhe qytetarët pak cilët nuk vedisohen edhe gjujnë mbeturina cilat nuk hudhen ndoshta tek kontat e bërlogut që i kemi të vendosura. A ka mas gjobe dhe Fushë Kosova apo jo? Saj përket mbeturinave inerte, gjithashtu edhe kjo është një problem tepër shqetësues, mirë po, ne kemi një ekip ose varësisht prej situatës së 2 ekipe që çdo ditë i mbledhin këto mbeturina inerte edhe i dërgojnë në deponi. Mirë po, ndoshta edhe pranë keni pa një informacion nga Ministria Përkatëse, ku tash tutje do të jenë qytetarët njoftuar që të shtunë me çunë deponi në Mirash. Po, në Mirash, sa i përket komunës Fushkës, edhe Tobiliqit dhe gjithë regionit të Prishtinës, edhe unë i kisha lutë gjithë qytetarët që ato mbeturinat inerte, si që janë kreveta ndryshme, dushek e tjera, t'i dërgojnë direkt në Mirash. Për çdo paqartësi mund me ardhen në komunën tonë edhe t'i dhom informacione shtesë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe për unë u kënoqa me juve, njerëz punëtor, pozitiva, ndoshta pak unë edhe po gaboj arta, se po i haroj emrat shumë shpejt, mbarja Zotit, thonë ha çfarë gazetare, po jo po më vjen mirë që po arrini ndoshta me i kry premtimet që po i bëni për qytetarët edhe me pani Fushë Kosovë pastrume e pa bërllog. Faleminderit shumë për vlerësimin, ne do të angazhohemi çdo ditë maksimum në mënyrë që qytetarët e meritojnë të kenë një shërbim më të mirë, një Fushë Kosovë më të pastër edhe që është interesi të gjithë neve. Faleminderit, nëse nuk e bëni ardh na vim prapë dhe i thojmë pse e ki bo, e kështu me radhë.